Përshëndetje. Sot do të përgatisim ballakumet e Elbasanit. Receta tradicionale e ballakumeve përbëhet nga 1 kg sheqer, 1 kg miell misri, 7 kokra vezë dhe 450 gram gjalp të tretur. Është tretur gjalpi në fillim dhe është lënë të ftohet, t'i kullohet mbeturina që quhet draja dhe tani do të filloj me përzierjen e jenën e bakrit. 450 gram gjalp, do të rrihen me 1 kg sheqer. Receta tradicionale kërkon që ballakumet të rrihen me lugën e drurit, por ne do ta fillojmë do ta rrajmë me rastin e vezëve, duke qenë se kështu mund të kursejmë kohën në transmetimin live. Fillojmë pra rrahjen e sheqerit dhe gjalpit. Me rastin e vezëve, sheqeri dhe gjalpi duan afërsisht një çerëkore, sa të rrihet dhe e bardha e vezëve, pra kjo përbërje duhet të jetë shkumuese, e bardhë, e çelët. Në këtë rast na ndihmon shumë ena e bakrit, që është tipike për ballakumet e Elbasanit, sepse ena e bakrit bën që nxehtësia që krijon veza kur rrihet të shkrijë sa më mirë sheqerin. Për lehtësim punën mund të merrni dhe sheqer pluhur, por receta e do që tjetër se që të jetë sheqeri kokës. Nuk ka nevojë që sheqeri të jetë pluhur pra. Në rastin elektrik duhet kemi kujdes që mos takojmë në sipërfaqet e enës, që mos e gërvisin. Ndërsa me lugën e drurit, procesi zgjat dyfishin e kohës, por ne do ta përdorim në fund kur të përzihen mielli, sepse ky është procesi më i kujdesshëm, përzierja e gjalpit me sheqeri, shkrirja derisa sheqeri të tretet. Pasi të tretet sheqeri, për gati një çerëkore, ne do të heqim vezët një nga një çdo 2-3 minuta. Pasi të kemi përfunduar përzierjen me vezë, do t'i shtojmë dhe miellin. Vezët duhet të jenë vezë fshati, të freskëta, dhe jo të futura në frigorifer me temperaturë ambienti. Gjalpi gjithashtu duhet të jetë gjalp i vjetër, që të japi atë aromën karakteristike.
Do të ndalojmë njëherë pas here që të trazojmë me lugën e drurit anën që nuk mund t'i kapi rasti elektrik. Në këtë mënyrë shikojmë edhe përbërjen e sheqerit dhe gjalpit. Ka filluar të zbardhet veza dhe sheqeri, por do vazhdojmë akoma për t'i rrahur sepse duhet të jetë i tretur plotësisht. Për 1 kg miell nisëri, 1 kg sheqer, pra 7 kokra vezë dhe 450 gram gjalp. Me këtë mas dalin afërsisht 10 ballakume. Ballakumet do jenë me masa mesatare, jo shumë të mëdha. Do të piqen në temperaturë 180-200 gradë, në furrë të ngrohtë, po jo në furrë të nxehtë. Ne jemi ende tek 10 minutat e para. Ballakumet duan kohë që të rrihet e bardha, më falni, sheqeri me gjalpi. Në shtëpia mund të përdorni dhe enët e plastikës, nëse nuk keni enë prej bakri. Shojmë edhe një herë përbërje me lugën e drurit. Nëse do kishim kohë më shumë, në këtë mënyrë do rriheshe me dorë me lugën e drurit.
Ne fusim rasin elektrik që të na shkurtoj punë. Në duan të paktën edhe një 10 minuta punë. Në këtë mënyrë që të tretet plotësisht sheqeri. Nëse do ta kishim rrahur me lugë druri, do duhej më shumë. Ky është një proces për demonstrimin e metodës së punës për ballakumet. Po në mënyrë tradicionale janë të bëra me embakri, me lugë druri, me vezë shati, gjallë shati, por me pak të ndenjur, jo gjallë të freskët, që të ketë aromën karakteristike. Mielli i nisit në këtë rast është i gatshëm, është miell kastile për enkaz të ballakumit. Në këtë mënyrë, kur duket që është zbardhur sheqeri dhe gjalpi, është procesi që i afrohet hedhjes së vezëve, përzierjes me vezë. Ne do ta provojmë sërish me lugën e drurit, vetëm në këtë mënyrë e kuptojmë se kur është koha e duhur për t'i hedhur vezët. Pra ne kemi 15 minuta që rrahim sheqerin dhe gjalpin. Po e rrahim me rastin elektrik në mënyrë që të koha të shkurtohet, por e duhura do të ishte me lugën e drurit. Ja do ta provojmë sërish, sepse luga e drurit na ndihmon ta kuptojmë. Pra ja. Nëse ne do ta punoshim me lugë druri, kjo do të merrte këtë formë.
Edhe kuptohet dhe nga tingulli që krijon përzierja në enën. Zakonisht në për shtëpi, kjo detyrë faktohet burrave, me që ka më shumë forcë. Në këtë rast ne zëvendësojmë rastin e vezëve elektrik. Është gati për të hedhur vezat, sepse shkëputet sheqeri dhe gjalpi nga ena dhe krijon një tingull. Do të shtojmë tani vezët një nga një. Pra pas një çerekore që kemi rrahur sheqerin me gjalpin e shkrirë, do të shtojmë vezët një nga një. Për çdo vezë duhet gati 2 minuta afërsisht. Vezët do t'i provoj me radhë që të mos ta dalë. Veza e parë. Hedhim. Fillon pa. Vazhdojmë të rrajmë vezën me sheqeri dhe me gjalpi. Në çdo vezë duhet gati 2 minuta. Edhe në vezën tjetër. Ballëkumet e Elbasanit janë receta tradicionale e qytetit të Elbasanit. Receta është 7 kopra vezë, 450 gram gjalp, 1 kg miell, 1 kg sheqer, 1 enë bakri, duhet dhe 1 lut druri. Në rastin tonë ne kemi zëvendësuar me rastin elektrik. Çdo kokër vezë na duhen 2 minuta. Ndërsa gjalpi dhe sheqeri do të rrihen të paktën 1 çerekore
me radhës elektrik ose me dorë gati 2 ore apo më shumë. Të gjitha qytetet e tjera mund t'i bëjnë ballakumet, por receta origjinale është vetëm nga Elbasani. Duke që vëllimi është dyfishuar, vazhdoj me vezën tjetër. Përsërisim edhe një herë masat e recetës së ballakumeve. 7 kokra vezë, 450 gram sheqer, 1 kg miell misteri për ballakume dhe 1 kilogram sheqer. Gjalpin 450 gram gjalp e shkrim më përpara, e kullojmë që t'i dali tretësira në fund drat. E lëm të ftohet pak, edhe ashtu siç është i bakët, e rajmë bashkë me kilen e sheqerit. Do ta rajmë derisa sheqeri të shkumoj, të rritet vëllimi dhe të bëhet i bardhë në formë shkume. Pas gati 1 çerek ore me radhës elektrik, do të vendosim, do hedhim me radh 7 kokra vezë. Çdo 2 minuta na duhet për të rrahur 1 kokër vezë.
Vazhdojmë me vezën tjetër. Duke të vëllu I vezën në tëra. Edhe nga e vezë, ka bërë një gjithë të kontë, edhe shkuma që është kryuar në tëra, është ajo që duhet. Vazhdojmë, kemi dhe 2 kokra vezë dhe pastaj do të hedhim miellin e misrit. Ena e bakri që ne kemi është në formë sferike të ndaj rrotullohet lehtë. Nuk ka nevojë. Hedhim edhe vezën e fundit.
Në këto 2 minutat e fundit, mbaron dhe rrahja e vezëve dhe do të shkojmë miellin dal nga dal. Mielli do ta përzim me ndihmën e lupës së drurit, por edhe me dorë. Rasi elektrik mbaroi punën e vet. Tani ka radhën luga drurit. Pra ja dhe tretësira, e një nisi me vezë, me gjalp dhe me sheqer. Kjo është shkuma e kryuar, në të tillë mënyrë duhet të duket. Tani do të hedhim mielin e nisit. Mielin e misit do ta hedhim 2 herësh. Punimi në fund bëhet me dorë. Përzierja e miellit nuk ka nevojë për lugë druri, sepse duhet mjaftueshëm sa të thith lagështinë e krijuar. Në dorë ndjehet edhe mënyra se si është përzier sheqeri në gjalpin, pra që rrëshqet e gjitha në duar, domethënë që sheqeri është tretur. Përzierja me dorë mundëson që mielli të shpërndahet një trajtësisht dhe të thithë lagështinë e krijuar. Ja, pra, kjo ishte fundi i miellit, tani edhe një të trazuar të fundit. Do ta lejmë të pushoj për pak sekonda, sa të bëjmë tepsit, sa t'i lyejmë tepsit me gjalp. E mira është që brumi të qëndroj pak, duke qenë se ka gjalp, duhet të qetësohet që gjalpi të bashkangjitet edhe të mos na hapet forma në furrë. Pra ja dhe brumi është kyer.
Kjo është faza ku ne ndjejmë dhe aromën karakteristike të ballakumeve. Në ndihmën e lugës dhe me ndihmën e dorës, ne gjithashtu do t'i japim formën karakteristike ballakumeve. Por nuk do na duhet mjet tjetër për t'i dhënë formë. Forma atyre nuk ka relief të shtrirë, po do vi pak e ngritur. Ne lejmë pak sa të pushoj, ndërkohë ne marrim tepsit. Këtu kemi gjalpi me temperaturë ambienti. Kemi dhe pak miell, të cilët do ta nevojitet për të pudrosur tepsijat. Tepsi do të lyhen me gjallë dhe do të spërkaten me pak miell që të jetë e lehtë për të hapur, pastaj për të servir, për të hequr nga furra pasi të piqe. Era i gjalpit që ka dhënë në brun dhe gjalpi që është duke lyer tepsin është një aromë shumë e këndshme. Era tipike e ballakumeve të Elbasanit. Ne do të tregoj edhe rezultatin. Kemi bërë paraprakisht disa masa të tjera. Spërkatet pak lehtë me miell. Në formë pudre. Në këtë mënyrë. Të vazhdojmë dhe me enën tjetër. Sepse kjo është koha që na duhet edhe të qëndroj pak brumi, mos i qullet. E mira është që ballakumet të piqen në një furrë druri me nxehtësi mesatare 180 gradë. Po edhe në shtëpi nëse kemi mundësi të qëndrojmë afër stufës, shojmë pas here se si arrin nxehtësia, mund t'i pjekim edhe vetë. Nëse keni bërë herë të tjera, nuk është as pak e vështirë. Do të fillojmë tani me vendosjen e ballakumeve në tepsi. Pra do të marrim me lugën e drurit në formë të tillë, do ta hapim në tepsi. Nuk duhet të ketë relief të sheshtë, kështu që me duar e bëjmë në këtë mënyrë që të cepat. Duhet i vendosim pak larg nga njëra tjetra, sepse ato ngjiten nëse rrin afër, duke qenë se brumi është i shkrifët dhe është me gjalp. Nuk duhet të kenë një formë të sheshtë, as një formë të ngritur, në të tillë mënyrë. Shojmë me dorë.
largësia nga njëra tjetra, pra duhet të jetë mjaftueshme që mos të ngjitet dhe i prishet forma. Pra në anë të lugës. Pra në një tepsi të tillë ne mund të vendosim 5 ballakume në mënyrë që t'i kemi të njëtrajtshme dhe mos ngjiten. Në enën tjetër që është pak më e madhe do vendosim edhe një më tepër ose një të. Vazhdojmë në këtë mënyrë. I japim formën ballakumeve, që mos dali si forma e gurabijeve të dikurshme, por të kenë formën e vet. Këto janë masat e duhura. Ne do ta shkruajmë dhe më vonë në recetë. Për ballakumet përnevojiten 7 kokra vezë, vezë fshati, 450 gram gjalp pak i vjetër që të ketë aromën e mirë të t'japi atë shijen karakteristike, 1 kg sheqer, 1 kg miell. Gjalpin e tresim paraprakisht në mënyrë që t'i heqim ato mbetorina që lëshon kur është pak i ndenjur. Mielli i mistrit për ballakume ka një dendësi të caktuar. Nuk është si mielli i zakonshëm për bukë. Duhet pak ndryshe në tretësirë. Pak më i ashpër, nuk duhet të jetë shumë i butë pra. Në vendet ku jeton, mund të kërkoni në mënyrë që të jetë miell mistri për ëmbëlsira, pra mos jetë shumë i imët. Të heqim pak, vendosim në mënyrë që t'na dalin fiks, mos na duhet një enë tjetër. Në t'i marrim me dorë dhe i rregullojmë madhësisht. Pra nuk duhet i shtypim në sipërfaqe, sepse kjo tretësirë, kjo përmasë e tillë lejon nxehtësinë të futet nga të gjitha anët dhe forma të jetë ajo që të gjithë na pëlqen. Jo si formë gurabijesh, po të ketë formën e vet. Pastrojmë me kujdes të gjithë enën. Ndërkohë duhet të hapni furrën për të pjekur në 180 gradë. Ja, pra.